qëllimisht pyeta për vitaminën C, sepse mund të jetë mit, por në popull shpesh dëgjohet që ka përdorur shumë vitaminë C dhe ka gjakderdhje prej hunëve. Jo, zakonisht kur ka gjakderdhje prej hune, kapilarët në hunë janë pak më ndishëm. Janë pak më të hollë dhe potencialisht huna është e predispozuar me pas ka pak dhe mbetje kur po thon pluhën për shkak se është kontakti i parë me ajrin dhe me ambientin e jashtëm. Dhe janë qimet ato që e mbrojnë nështë dhe prej mikrobeve dhe fluorit. Dhe domethënë në ato raste kur i përmendëm për numër të ulun trombocite ose edhe pa numër të ulun trombocite me i pas një problem vaskular, problem me në gjakut, domethënë me qenë pak më dobta të gjakut, ka plasëritje dhe tani ka gjakderdhje prej hunës. Rekomandohet varësisht, domethënë derisa gjinë shkaktare me marr vitaminë C përkundrazi me të kuptimin me stimulu me nalt gjakderdhjen, domethënë është e kundërta, domethënë me merr vitaminë C si preventiv. Si lloj nuk është adekuate për shkak se ka barna specifike që ndikojnë në nalje gjakderdhjes, sikur që është acidi tranexaminik, por edhe vitamina C është një ndihmues i kësaj gjendje. Menaxhimit të kësaj gjendje.